Gjatë vitit 2025 është ngritur dhe përfaqësuar akuza në gjykatë në emër të shtetit shqiptar për 10.423 procedime penale me 12.273 të pandehur. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore rezulton se në 2025 janë dënuar 10.903 pandehur, që krahasuar me 2024 përbën një rritje prej 9% të numrit të panderve të dënuar dhe për 375 të pandehur është dhënë një vendim për deklarimin të pafajshëm. Në zbatim të ligjit nr. 10.192 të 2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, në kuadrin e procedimeve dhe hetimeve pasurore për vitin 2025 në Prokurorinë me jurisdiksion të përgjithshëm janë regjistruar 210 verifikime pasurore. Ndërkohë në kuadrin e hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale për vepra penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale sipas nenit 287 Kodit Penal dhe në zbatim të nenit 36 të këtij kodi, si dhe neneve 274 dhe 210 dhe 190 të Kodit Procedurës dhe në zbatim të ligjit të sipërcituar, pas kërkesave të prokurorëve, gjykata ka vendosur konfiskimin e pasurive dhe aseteve kriminale në total në kuadrin e 12 çështjeve dhe sekuestrime të pasurive dhe aseteve në kuadrin e 29 çështjeve. Ndërkohë, nëse do të bëni një llogaritje, pasuritë e sekuestruara kanë qenë në vlera relativisht të mëdha, ku vlera totale aseteve të sekuestruara është diku tek 4 miliard e 57 milion lekë dhe ajo aseteve të konfiskuara rreth 305 milion lekë.